Qeveria nuk do të japë më naftë falas për fermerët, deklaroi ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla, gjatë konferencës për shtyp ku foli për skemën e re mbështetëse për bujqit dhe bregtorët, miratuar dje nga Këshilli i Ministrave. Skema kombëtare e bujqësisë për vitin 2026 ka një fond prej 2.5 miliard lekësh apo rreth 25 milion euro, e cila do të rrisë mbështetjen me subvencione direkte për fermerët që mbarshtojnë lop, bagti të imta, blet, derra dhe produkte të tjera bujqësore. Skema e naftës është në tërësi një skemë mbështetëse për uljen e kostës dhe njëherë dhe ne kemi menduar dhe në të gjitha masat cilët unë përmenda sot, është një skemë që çdo fermer bëhet pjesë për përfitimin e të gjithë masave që ne kemi vendosur, por është dhe masa 10% e faturimit të tyre. Pra sot ne bëjmë një faturim autofaturim, mund themi që çdo fermer do ta depozitojë pranë tatimeve dhe do të marrë shumën 10% të çdo fature, pa çdo prodhimi që do të kryej sot, do të jetë pjesë e mbështetjes që do të japi qeveria. Ministri tregoi edhe se Shqipëria do të paraqesë kërkesat në Bashkimin Evropian për të kërkuar hapjen e fondeve të IPARD deri në datën 9 prill. Kemi pas takim, po ishim në Bruksel bashkë me ekipin dhe kemi diskutuar për gjithë detyrat që ne kemi. Jemi brenda datës 9, ne kemi qenë në datën 9 mars dhe brenda datës 9 prill do të depozitojmë masën e fundit kërkesat cilët na janë kërkuar brenda pra një muaji, cili ne kemi dakorcuar me ta, përfundimisht atë çfarë ne presim më pas akreditimin e paketës së IPARD. Gjithashtu pyetjes lidhur me dëmshpërblimet për zjarret, përmbytjet apo për murtajën që ra mbi gjedhët, ai tha se për këtë të fundit brenda pak ditësh do të kalojnë parat në llogaritë e familjeve që kanë pësuar humbje.